Ura e Mesit vazhdon të mbetet një ndër atraksionet më të vizituara të Shkodrës për vetën stilin e saj arkitekturor osman, e ndodhur vetëm 8 kilometra larg qytetit të Shkodrës, ai tërheq turistë vendas dhe të huaj, të cilët vijnë nga të gjitha shtetet e botës dhe mahniten nga bukuritë natyrore dhe stili i lashtë që ka kjo urë. E kam shijuar shumë Shkodrën dhe kjo ka qenë arsyeja pse kam ardhur këtu. Ky vend është ndryshe nga të tjerë që kam vizituar. Dihet sikur je në një kontinent tjetër, jo në Europë. Njerëzit janë shumë të mirë, ndërsa malet këtu janë shumë të bukura. I'm from France and Unë jam nga Franca dhe kam ardhur në Shkodër për të bërë hiking. Më pëlqejnë shumë malet këtu, janë fantastike. Moti i ngrohtë na pëlqen shumë dhe ky vend është i mrekullueshëm. Është ndryshe nga vendet e tjera. Malet janë të mrekullueshme, natyra fantastike dhe njerëzit janë shumë të këndshëm këtu. Është një urë shumë e bukur dhe kemi ardhur këtu çdje. Sot po vizitojmë këtë vend dhe do të shndrojmë këtu 8 ditë. Kam dëshirë të vizitoj Thethin dhe Valbonën. Më pëlqen shumë ky vend. Kam qenë në Motofest, ushqimi këtu është shumë fantastik. Do të qëndrojmë një javë dhe do vizitojmë edhe Thethin. Qyteti i Shkodrës me historinë dhe bukurinë e tij vazhdoi të jetë kryeqendër e turizmit, ku çdo ditë turistët nga gjithë bota vizitojnë stilet arkeologjike, muze dhe destinacionet e tjera që ofron rajoni.